në aplikacionin e kostit, shitjet për konsumatorët të kyçe nivel transmitimit janë paraqitur me 570.7 gigavator, ndërsa pas verifikimit nga zërej kemi korrigju këtë vlerë në 329 gigavator. Ky ndryshim ka ndikuar në drejt për drejtë në llogaritjen e tarifave për operatorën e sistemit dhe operatorën e rrjetit. Ku këto tarifa synojnë mbolimin e kostove totale të shpërndarjes, duke në përputhje me të hyrat e lejuara maksimale në vlerë prej 185.960.000 euro për vitin relevant 2026. Në kërkesën e saj, KICI ka propozuar mbajtjen e tarifave aktuale duke u bazuar në një nivel të shitjeve prej 5.581 gigawatt për orë. Përderisa ZRI-ja ka marrë në konsiderat bilancin e energjisë elektrike të aprovuar me një nivel të shitjeve prej 5.745 gigawatt për orë. Andaj, si rezultati i kësaj diferencë, tarifa mesatare ka pësuar një rënje rreth 2.7%. Kjo është llogarit nga Departamenti i Tarifave dhe Çmimeve, e cila ka qenë në raport me kërkesën e KICI-t që e kemi pranuar, edhe që kjo diferencë është reflektuar edhe në tarifat e rrjetit të shpërndarjes sipas nivelit të tensionit. Ne si ZRI vlerësojmë se ky ndryshim kërkon proces veçantë dhe konsultim publik për të cilën nuk ka pasur kërkesë nga furnizuesi i shërbimit universal. Andaj ZRI nuk mendon që duhet ky propozim u miratu dhe mendojmë që duhet mbajtur pa ndryshuar strukturën ekzistuese tarifore dhe nivelin e tarifave. Pra të ketë zero ndryshim. Struktura tarifa bazohet në parimet që mi reflektu kostat reale të furnizimit, vlerën e energjisë nga gjenerimi vendor dhe importet, nxit konsumin efikas përmes tarifa me blloqe dhe tarifave ditënor, bën diferencimin sipas niveleve të tensionit 35, 10 dhe 0.4 kV, pra duke siguruar shpërndarje të drejtë kostave ndërmjet kategorive të konsumatorëve.